SPAK ka paraqitur zyrtarisht kërkesën për heqjen e imunitetit, me qëllim arrestimin e SVP kryeministres dhe njëkohësisht ministres së infrastrukturës, Belinda Balluku, në të njëjtën kohë në institucionet që janë nën varësinë e saj. Po merren vendime që përfshin shpenzime shumë të larta financiare. Vetëm disa ditë pas emërimit të Ami Kozelit në krye të autoritetit rrugor shqiptar, janë çelur me ritëm të përshpejtuar 4 procedura të reja tenderimi, me vlera që arrin në 10 milion euro. Rama u palos, tani unë kam sjell provat, kam sjell dokumentin në cilin faktohet se jo vetëm në tunelin e Llogaras, por dhe në tendra tjerë, autori vërtet është Rama. Procedura e parë lidhet me projektin e quajtur Aredim dhe Rikualifikim Urban të Superstradës Tiranë-Durrës, edhe pse punimet konsistojnë kryesisht në vijëzime rrugore dhe sinjalistike horizontale e vertikale. Fondi limit arrin rreth 1.4 miliard lek, ose afërsisht 15 milion euro. Kjo ndodh pavarësisht faktit se për këtë aks janë shpenzuar më herët mbi 75 milion euro. Tenderi i 4 ka në fokus segmentin Kashar-Nyja-Vaçar, faza e 3 me një fond rreth 16 milion euro, ndërkohë që për fazat e mëparshme janë shpenzuar shuma të konsiderueshme. Hapja e këtyre tenderëve në një periudhë kur ministria përgjegjëse është nën hetim dhe kur SPAK ka kërkuar masa më të rënda sigurie, ka ngritur pikpyetje serioze mbi transparencën, urgjencën dhe kontrollin institucional të përdorimit të fondeve publike.